Zoti Qori, dhe pastaj të hynë aktivisti dhe ty. Zoti Qori, ju keni vazhdimisht prezent në protest. Në tira dhe me të në klosin si politikan, dhe pastaj ju që të bëjmë një, ndoshta e të gjua të çfarë klosi tha. Ju keni, ndryshe nga klosi vazhdimisht në protestë, çfarë po ndodh tani aty, a ka ndryshuar protesta, dhe çfarë mbetet thelbi i saj? Ndërka që ju jeni nga ana e majorancës brenda akuzës se ju jeni aty për të punuar me protestën duke mbritur dhe deri te këto review-t e të gjitha që një nga shtytësit e rëndësishëm të tyre. Por një element është ajo, pyetja e parë është ajo që thash. Përpara se të përgjigjem ylli, duhet të vëndukje fakti që sa herë ti mua më fton këtu me lidhje direkte duke se ke një hall që pa mundson pranin time fizike aty në studio dhe mundësim për debatuar, nuk besoj se është refuzimi yt të më kesh mua në studio, kurse gjithë hall ke pasur probleme e ndeshme. Kështu që gjithsesi unë kam aq të pata dalje televizive për shkak të vërtetave të hidhura që them për një sistem korruptuar dhe oligarkik, sa që jam i gatshëm të hyj në diskutim edhe në kushte të papavorshme, të dal nga protesta për disa minuta, edhe të kem mundësi të komunikoj me publikun përmes kësaj lidhjeje. Lëvizja Bashkë ka qenë protestë edhe më parë se protesta fillonte. Ne kemi qenë e vetja parti që ishin në Zvarnet dhe që ngritëm çështjen e madhe të shitjes së dheu, të tjetërsimit të zonave të mbrojtura natyrore për grypsinë e një kryeministri i cili nuk ngopet me paradën e pushtetit, i cili në njërin anë do të ushqejë oligarkët vendas me natyrën tonë, me pasuritë tona të përbashkëta, e në anën tjetër kur i del mundësia të pasurojë akoma më shumë edhe oligarkët ndërkombëtar, me shpresën marroke se mundet sisoj të fitojë edhe ndonjë favor personal në politikën e jashtme. Edhe kam fjalën këtu për përfshirjen e dhëndrit të president amerikan Trump në ato që mund të quhet allizhverishi i Zvarnetit. Gjithsesi qytetarët shqiptar të indignuar jo vetëm nga dhuna që u pas ditë prej politikës private dhe keqja e politikës shtetit, po edhe të indignuar më shumë nga dhuna strukturore, nga plagështitja, nga tjetërsimi i tjera republike, nga mungesa e mundësive ekonomike, nga përkëmbja e drejtave në fund, nga pamundësia për bërë biznes të vlerësëm, u ngritën një protestë dhe u besoj që mbi 100.000 vetë kanë marrë pjesë në protestat e vazhdueshme të këtyre 47 ditëve. Kur nuk është protestuar kaq shumë, kur kaq shumë njerëz nuk kanë dalë kundër një qeverie dhe kundër një sistemi politik dhe ekonomik në historinë e Shqipërisë, e po ashtu kur nuk është protestuar kaq gjatë. 47 ditë është rekord që besoj që konkuron edhe me shoqëri shumë më të përparuara se jona. Problemet që i shtyn qytetarët në protestë janë të shumta, edhe unë kam dëgjuar narrativin e Ramës që hiqet sikur është kryeministri i Finlandës, edhe thotë që këto janë pakënaqësi që vijnë nga suksesi. Do të kujtoj që sot që flasim dhe fjala, mbi 500.000 pensionistë, 530.000 pensionistë marrin një pension më të ulët se minimumi i jetës. Dhe nuk besoj që pensionistët që vinë protestë vinë nga që po ju rritet pensioni mirë, po donin akoma edhe më mirë. Ka biznese që mbyllen, ka 50.000 qytetarë që largohen nga Shqipëria sipas statit vit mbas viti, sepse nuk gjejnë vete, nuk gjejnë punë siç duhet, nuk gjejnë mundësinë për të çarë përmes një biznesi të ndershëm dhe kreativ. Ka pafundësisht qytetarë që përplasen në spitalet publike dhe nuk gjejnë kur, nuk funksionojnë aparaturat, nuk ka ilaçe. Vetë qendra spitalore universitare Dën Tereza para pak ditësh kërkonte pamirësi, kërkonte mbështetjen e qytetarëve për të blerë disa pajisje, jo vetëm mjekësore, po dhe administrative, ndërkohë që qeveria e zotit Rama gjente miliona euro për t'ia dhënë një këngëtari miliarder edhe me simpati të hapura për Adolf Hiçerin edhe për llumin e njerëzimit. Pra ka shumë arsye pse qytetarët dalin protestë. Diçka që unë kam merak ta them po ashtu është fakti që Edi Rama pretendon që nuk ka nevojë pse të jap dorëheqjen apo pse të bëjë hapa pas përpara protestave masive qytetarëve, sepse sipas tij Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet e 2025. Tani,
më zgdash të them që para një viti, të nesër me zgjedhjeve 2025, që fitoria e PS-s në ato zgjedhje ka qenë si fitoria e Pirros e Piri. Pra një fitore taktike që i hapte rrugën në të ardhmen e afërt të humbjeve strategjike. Fitoria e PS-s 2025 ka qenë një fitore e marrë me dhunën e pushtetit, me dhunën e parave të oligarkëve, mediave të kapura, e blerjes botës, e kërcënimit administratës për votën e vetë dhe për votën e familjarëve të vetë, e ka qenë një fitore në cilën ata që një pjesë e konzervueshme atyre që kanë votuar partinë pushtet, ndërkohë që votonin shanin në përdhëm. Dhe kjo nuk është vetëm një figurë, por që dëshmi që ma kanë thënë sa qytetarë gjatë vitit fundit. Një tashmë qytetarët shqiptare kanë vrarë frikën, e kanë njohur njëri tjetrin, kanë parë se sa shumë janë që duan ndryshimin, duan një Shqipëri të re, dhe Edi Rama është ai boksieri që është në thepin e ri. Deri dhe këta vetë përfaqësues të rëndësishëm që kanë ushtruar pushtet të madh, sot kanë dërguar pika të rëndësishme që ne do i flasim këtu, që duan dhe këta një pjesë Shqipërinë e re. Po hajtani në karrocën e fitimtarit si e Shqipërinë e re. Idhen të gjithë. Ta dalë, kur u bëhet Tirana Flamingo, nuk ka pse mos bëhet Elizës Piropali në Shqipërinë e re, në kuptimin tani që është bërë deti kohës në kuptimin se shoqëria ka dalë nga letargjia dhe për kollëgari, tani edhe Tirana thotë protesta nuk është kundër meje, por është kundër faktorëve të tjerë destruktiv. Do të kujtoj diçka tjetër më. Mënyra se si Edi Rama dhe përfaqësuesit kryesor politik Partisë Socialiste e kanë interpretuar këtë protestë, në një shije të një pushteti jo vetëm korruptuar, abuziv, që ka humbur kontaktet me shoqërinë, po edhe të një pushteti funde krye autokratik. Teoritë e konspiracionit, paranoja politike, nuk janë karakteristikë e demokracisë, nuk janë karakteristikë e një force politike që pretendon përfaqësoj shoqërinë. Sot teoritë e konspiracionit për të kundërshtuar protestave i përdorin Vladimir Putini, Aleksandr Vučići edhe Lukashenko i Bielorusis, shkuar këtu edhe Edi Rama në Shqipëri. Këta janë shokët ligjërimor e ideologjik të Ramës në Evropën e sotme, ndërkohë që shoqëria shqiptare Edi Ramën, jo vetëm Edi Ramën, por Partinë Socialiste në tërësi, Partinë Demokratike dhe të gjitha partitë e sistemit tjetër politik, i ka tejkaluar, nuk kërkohet kot Shqipëri e re, nuk është pjesë krah, nuk është pjesë një aspirate përgjithshme, nuk është një mesazh utopik. Është njëkohësisht edhe dëshirë konkrete për begati, për liri politike, për liri ekonomike, për drejtësi shoqërore. Duhet të kujtoj, ju dhe pashtu, që jemi ende sot që flasë, një nga vendet ku në punë si thjesht administratës ka prit për të votuar, ka prit për të artikuluar... Për të konkluduar, zoti Qori, çfarë 47 ditë a ka ndryshuar protesta? Çfarë mbetet thelbi i saj? Tani duket mjaft heterogjene, edhe pak lodhje, temperaturë dhe gjithë dhe heterogjene, edhe shpesh edhe me shumë njerëz të çuditshëm aty. Ç'mendon ti? Siguroj që ka shumë të tepër njerëz të çuditshëm me problematikë të parlamentin e Shqipërisë, të qeverinë e Shqipërisë në protestë. Po diskutojmë një gjë që lindi, një gjë të bukur që lindi dhe vazhdoi shumë bukur për... Në momentin që mikrofoni është i hapur, aty është gjithë shoqëria që flet. Pra flasin edhe njerëz me shumicë kreativ, intelektual, punëtor, pensionist, tek këtu mund të dëgjojmë një fjalim çuditshëm, por nuk kanë fare. Ju të siguroj që edhe fjalimi më i çuditshëm protestë është yll përpara llumit që ti dëgjon për ditë në kuventin e Shqipërisë, të Sharat, për gojimin e familjarëve e shumë çka tjetër. Mos harrojeni që protesta nuk mund të jetë ditën e 27, nuk do hyj me ai, ndaj është gjithë. Nuk do hyj. Nuk mund të jetë ditën e 47 siç ka qenë ditën e parë. Protesta nga vikpamja e pjesëmarrjes mund të ketë ulje ngritjet e veta, ama fakti që çdo ditë mira qytetar paraqiten përpara kryeministrisë, dhe mbi gjitha marshojnë për orë të tëra në rrugët e Tiranës, është e jashtëzakonshme, është mbretëlante, është frymëzuese, dhe unë që jam ndoshta një nga njerëzit më optimist në Shqipëri, një nga njerëzit pa diskutim optimist të spektrin politik shqiptar, më ka befasuar për mirë. E mendoja shoqërinë shqiptare shumë më mirë nga që mendonte mesatari atyre që flisin në media dhe politikisht,
ama shoqëria shqiptare pas ka qenë akoma dhe më mirë nga se përfilloja unë përpara kësaj proteste, kështu që më lejo që në fund ta ndaj këtë gëzim edhe me shumë këmbë që na dëgjon përmes emisionit tonë. Të falenderoj shumë. Po, mbarot. jo mbarova unë për të. Uroj shumë që herët e tjera të na mundësosh një debat me drejt për drejt. Do të jemi miku i emisionit, do të jesh vazhdimisht, por unë ruaj disa, si thua, vendime, respektoj disa vendime që i merrni jo ju, po politika vetë, e kupton. Ndoshta jo dhe Klosi. Nuk të vënë një kurse për debat, po kupton. Okej, jemi okej. Falenderoj shumë.